Në Shkodër ka nisur zyrtarisht fazat përgatitore për maturën shtetërore në 22 gjimnazet private shtetërore, duke përfshirë testimet provë dhe orët e konsultimeve në shkolla. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Akadia, thekson se ky proces është thelbësor për të ndihmuar maturantët që të jenë sa më të përgatitur me provimet. Vazhdojnë konsultimet, por njëkohësisht tashmë janë duke bërë edhe testet provë. Pra nxënësit i nënshtrohen një provimi të mirëfillt. Krijojnë situata simuluese se si mund të ndodhin në provim. Pra është një provim i mirëfillt, gjuhe, matematike dhe provimi me zgjedhje pastaj më radhë. Këtë vit janë mbi 1400 maturantë në Shkodër që do t'u nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore, të cilat nisin në datën 2 qershor. Kemi mbi 1460 maturantë që dojnë nënshtrohen provimeve të maturës, të shpërndarë në 6 qendra ku janë të përqendruar. Procesi i konsultimeve do vazhdojë, datat do fillojë që me 2 qershor, provimi i parë, dhe sigurisht pastaj do vazhdojë çdo 7 ditë do t'jetë provimi tjetër. Është kohë mjaftueshme që secili nga maturantët të përgatitet për provimin e radhës. Procesi i përgatitjes pritet të vijojë intensivisht në javët në vijim, ndërsa datat e provimeve këtë vit nisin në 2 qershor provimi gjuhës së huaj, në 7 qershor provimi gjuhës shqipe dhe letërsisë, 12 qershor provimi matematikës dhe përmbyllet në 17 qershor me provimin me zgjedhje.